Profesorali Bori Bujse ka të bëjë me një problematikë sociale të adoleshentëve, të cilat shumica e shoqërive në barë Evropën po mirën me to, dhe kisha preferuar si secili prind që ballafaqohet me problemet e fëmijëve tyre të adoleshencës, tash që nuk merr kohë, 4 episode janë 3 orë gjys. Në to shpërfaqen mënyra për socializimi shoqërive i të rinjve, për devijimi si ata devijojnë, kontrolli social, si dhe kultura digjitale, kibernetike, e cila në farforme po merr formë dhe strukturim më të ndryshëm dhe më problematik në këto ditë e fundit, duke shpërfaqur ato normat e vrashta radikale patriarkale ku moshkulli duhet të dominoj, të jetë ma i sundushëm, sidomos shprehjen stereotipare mizogjenike dhe ideologji antifeministe, prandaj grave aty merren një farforme më të egzageruar dhe më të vrasht mes roleve gjinore dhe marrëdhënieve mes individëve, mes shoqërive, mes socializimit tek të rinjve. Edhe në një farforme ata inspirohen nga promotorë të ndryshëm, siç është Andrew Tate, diskursi i tij antifeminist, i faktikisht ndikon dhe indoktrinon të gjitha ata të rinj të cilët qëndrojnë ato platforma. Gjitha këto e shpërfaqen në farforme edhe familjen, edhe prindërimin. Prindërit çuditën se si nuk kanë mujtë ta detektojnë, po këto janë komunikime ashtu të krijuar, të cilat në një farforme e marrin kontrollin edhe presionin social ndaj adoleshentëve dhe i shtin nëpër masa të egzageruara dhe veprime të cilat as ata vetë nuk janë të vetëdijshëm se çka janë duke bërë. Pastaj ku vijnë edhe ngërshëtimet mes normave sociale, çka ti duhesh të veprosh për të dalë i mirë në sy të shoqërisë, krahasim me ato botkuptime tuaja individualista. Këtu bin përplasje edhe nga presioni i shoqërisë, si ti duhesh të dukesh burr, dominues, mashkull, mos me lënë me të fynë ndonjë femër, ky i shtyn apo i cyt të merr veprime të mamatshme. Arsyet që i shtyn adoleshentët përdorin në dhunë dhe bulizim janë të shumta dhe komplekse, mirë po shpesh janë të ndërlidhura mes vete, duke ndërlidhur faktor psikologjik, faktor social dhe familjar, ku mund të cekim disa nga ato, siç është midisi familjar, presioni i shoqërisë dhe ndikimi i bashkëmoshtarëve, problemet psikologjike dhe emocionale, përvojat traumatike, mungesa e strukturës dhe mbikëqyrjes, pastaj media dhe kultura e dhunës, pra ajo sa neve na servohet përmes mediave, po ashtu edhe aspektet edukative, siç është vështirësia në shkollim dhe përfshirje sociale. Duke pas parasysh që bashkëmoshtarët modelojnë nga njëri tjetri, atëherë këtu lind fenomeni i presionit shoqëror dhe dëshira për të dominuar ose për të përshtatur shoqërisë, nga frika e bulizimit, nga frika e përjashtimit, nga rrjetet sociale të tjera, dhe këta individ faktikisht do t'i modelojnë bashkëmoshtarët e vetë, veç i shpallin të sjellje që edhe këta të jenë në atë rreth social. Familja mund ta kuptojë gjendjen emocionale të një adoleshenti që është në krizë, duke qenë i vëmendshëm ndaj tij, ndaj ndryshimeve në sjellje, ndaj ndryshimeve në komunikim, ndaj ndjenja në gjëra të tjera. Shpesh kur këto ndjenja nuk shprehen drejt për drejt me fjalë, mirë po adoleshentët këto i shfaqin përmes sjelljes të ndryshme, dhe për këtë shkak që këta i shfaqin përmes sjelljes të ndryshme, ata nuk flasin hapur për atë që ndjejnë, por këto i shprehin përmes trupit, përmes sjelljes dhe veprimeve të tyre, të cilat flasin në heshtje.